Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Orlan Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Që nga 4 shtatori viti 2023 në krye të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme u emërua Igli Hasani. Me një karrierë të suksesshme, do të thosha, në diplomaci, ai në fillim u quajt si një ministër teknik, por në listën që Partia Socialiste dhe kryetari i saj Edi Rama lexoi publikisht dhe e konfirmoi më pas edhe në KQZ për listën e Tiranës për zgjedhjet e 11 majit, Igli Hasani u caktua në një farë mënyrë dhe me votimin edhe të kryesisë si kandidat për Partinë Socialiste në qarkun e Tiranës në listën e mbyllur. Por tani si u bë ky kapërcim nga një ministër teknik, një diplomat me një karrierë shumë të mirë, tashmë me 2 këmbët në politikë. Për këto po dhe për historinë e jetës së tij dhe karrierës së tij dhe për çështje të tjera, sidomos ato të situatës ndërkombëtare, kam kënaqësinë të kem sot Igli Hasanin, ministrin për Evropën dhe Punët e Jashtme në emisionin tim Dekalog. Zoti ministër, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit zoti Qafoku, është gjithmonë kënaqësi të takoj. Ne takohemi shpesh, formate ndryshme, por kjo është era e parë që jemi së bashku në një studio. Unë që me ju kemi punuar në një kompani legjend për koha jonë dhe ju ishit gazetar, unë mendoja që shumë gazetarë të politikës mund të bënin karrierë në politikë, po gazetari i sportit, i spikatur në ato, ju merreshin me botën e sportit dhe sportin e botës, nuk e kisha parashikuar, por kalimi juaj në diplomaci ishte i natyrshëm për ju, po jo për ne që të shikonim nga jashtë. Tani, kjo e të qenit ministër, pastaj është krenari edhe për ne që kemi prit koha jonë, jo vetëm Nikol Leci, po edhe ne që ishim pjesë e stafit. Çfarë ndodhi? Unë, zoti Qafoku i dashur Roland, jam shkëputur nga shtypi shkruar në vitin e largët 2001. Dhe nga 2001 deri sot unë punoj në administratën publike. Jam bashkuar në shtator 2001-shit një thirrje që bëri ministri i mbrojtjes së asaj kohe, zoti Majko, dhe jam bashkuar ekipit të tij që në periudhë. Kryeministri Majko. Ministri mbrojtje. Ministri mbrojtjes, se ju punuat Ministrinë e mbrojtjes. Ministrinë e mbrojtjes kam punuar nga viti 2001 deri në fund të vitit 2017, fillim të 2018, dhe nga 2018 pastaj vazhdova këtë pjesën e tem të dytë të karrierës publike si ambasador i Shqipërisë në organizatë ndërkombëtare në Vjenë. Por fillesat unë i kam pasur në shtypin e shkruar, i kam pasur te kompania Koajon, i kam pasur në një ambient kolegësh shumë të mirë dhe shumë nderuar gazetarë sportiv, për një arsye teknike që ndoshta se kam thënë ndonjëherë që nuk mund zgjodha që të ndiqja shtypin sportiv, sepse kam një vllaj që është shumë herë më i suksesshëm se unë, shumë herë më i zotit se unë në shtypin e shkruar, dhe nuk do ishte mirë që të ishin 2 njerëz nga njëjta familje që merreshin me tjetën punë. Bukur kjo. Në fakt Arban Hasanin kush nuk e njeh, po unë do të thosha që Igli Hasani e ka për vllajën e vet Arban Hasani, një nga gazetarët më spikatur në Shqipëri mbas rrëzimit të komunizmit, gazetar politike, po drejtues i disa gazetave, i redaksive të televizioneve, dhe ne thoshim Igli vllai i Arbanit, po tani themi Arbani vllai i Iglit. Jo, unë vazhdoj të jem vllai i Arbanit, vazhdoj të përfaqësoj. Këtu freno këtu se je ministër ti sot. Vazhdoj të përfaqësoj të njëjtat vlera, të njëjtat mënyra të menduar, dhe padyshim që në këtë ambient cilin ne kemi punuar bashkë prej vitesh i dashur Landi, respekt reciprok. Nuk ka qenë asnjëherë vllai i këtij apo shoku atij, por ka qenë marrëdhënie profesionale që ne kemi krijuar dhe pastaj marrëdhënie edhe njerëzore që kemi krijuar me njëri tjetrin, dhe mua më vjen mirë që së bashku, megjithëse nuk kemi punuar asnjëherë drejt për drejt, kemi pasur gjithmonë një përshëndetje dhe një mundësi për të biseduar për gjëra të ditës. Nuk kishte rëndësi çfarë ishte gjëja e ditës. Pastaj me gjithë ato vite që unë ka kaluar në Ministrinë e Mbrojtjes, ne konkurrojmë njëri tjetrin, kush ka kaluar më shumë karrierë aty, po për këtë flasim. Është momenti që unë të falenderoj sponsorin gjeneral të emisionit Dekalog, institucioni monetar MoneyGram Akinvest, për mbështetjen që jep emisionit Dekalog pra këtu në Dritare TV me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. Faleminderit institucionit monetar MoneyGram Akinvest. Zoti Hasani, fillojmë në intervistë normale. Si ju kam pritur në fushatën elektorale, zyrtarisht ajo nis sot, por përgatitja ka filluar herët. Tashmë me 2 këmbë jeni në politikë.
që nga momenti që ju caktuan në listën e kandidatëve të Partisë Socialiste në Tiranë. Si ju kanë pritur? Ju keni filluar kontaktet, bisedimet? Unë kam disa javë që jam angazhuar dhe po takoj banor qytetar Tiranës kryesisht një sistet, sepse aty jam edhe i deleguar nga Njësia 8. Njësia 8. Do të thënë në Tiranë e Re? Njësia 8 është pjesa që mund ta identifikojmë me atë që është midis Selvis, rrugës Dibës, rrugës Durrësit, Lagja 8 ishte ajo e vjetër. Siri Kodra dhe Medreseja që janë. Do të thënë në zemra e Tiranës vjetër. Kjo është pikrisht zemra e Tiranës, ky është slogani i njësisë, është gjithmonë quajtur po sepse ashtu është zemra e Tiranës. Zemra e Tiranës. Kam një komunikim përditshëm me banorët, me qytetarët e njësisë. Unë kam pasur dhe fatin që të jetoj një periudhë jetës time aty. Ku e kishit fikse shtëpinë aty? Te restorant Durrësi. Te restorant Durrësi. Te restorant Durrësi, te pallatet ngjitur me restorant Durrësin. Janë dy pallate në vazhdim të restorant Durrësit dhe më vjen mirë që ka njerëz të cilët më mbajnë mend. Unë kam jetuar Sa vite te restorant Durrësi? Jam larguar nga restorant Durrësi gati 20 vjet më parë. Pas ke jetuar shumë, domethënë. Nuk kam jetuar shumë, po njerëzit e kanë pasur këtë çuditërisht e kanë pasur këtë imazhin e personazheve e djemve të rinj që. Dhe si të kanë pritur kur ke shkuar tani që kërkon votën? Është një pritje shumë e mirë, është një pritje e ngrohtë. Është një pritje që mua më shton pafund dëshirën edhe shtysën për ndihmuar për të bërë sa më shumë dhe ç'është më e rëndësishmja, unë e shoh si një mënyrë shumë të mirë që ne t'i dëgjojmë bashkëqytetarët tanë, të flasim me ta, por ajo që theksoj edhe u them gjithëve është që po përpiqem që të krijoj një marrëdhënie që nuk do jetë deri 11 maj, por do jetë mbas 11 majit. Është shumë e rëndësishme që ne njerëzit e angazhuar në politikë mos t'i shfrytëzojmë këto marrëdhënie vetëm për atë pjesën e fushatës, e cila ka më shumë fokus tek raporti votues i votuar. E kanë të rëndësishme ta ritheksoj që po përpiqen të krijojë një marrëdhënie që është mbas 11 majit dhe jo deri 11 maj. Do të lutesh Regjin listën e qarkut të Tiranës, sepse dua të diskutoj pak edhe listën, sepse për të vërtetë zoti Hasani, duke qenë për herë të parë ju si kandidat, zoti Rama bëri një përzgjedhje të tillë duke u vendosur në listë të sigurt. Pra ju si thoshte një deputet që nuk është në lista. Këta tha që janë listën e mbyllur, tha mos e shtyp makina, tha dhe janë deputet, tha. Vetëm mos e shtyp makina, tha. Tani lista e mbyllur. Ka një arsye të veçantë përveç kësaj që zoti Rama ju ka vendosur në listën e mbyllur, se është një vlerësim, është një lloj, po themi, garancie që ti je deputet patjetër. Dhe jo çdo ministër është këtu. E mira do ishte që të vije gjitha listat e mbyllura të hapura të partive dhe të bëje krahasimin midis asaj që ka bërë Partia Socialiste dhe atë që kanë bërë partitë e tjera. Dhe të bënim ndoshta një krahasimore midis mënyrës se si Partia Socialiste ka futur në listën e mbyllur disa emra dhe mënyrën se si partitë e tjera, opozita, ka futur në listën e mbyllur personazhet e veta. Konfigurimi është një konfigurim dinjitos dhe ne që jemi listën e mbyllur kemi detyrimin dhe punën maksimale që këtë listën e hapur që është në të djathtë të listës Partisë Socialiste. Edhe një herë PS-n, pastaj do diskutojmë PD-n. Të pjesën në djathtë ne ta mbështesim në mënyrë që të maksimalizojmë rezultatin e gjithë këtyre kolegëve dhe garën e tyre. Unë po marr rastin e një sistet. Në një sintet e bashkë deleguar, kam bashkë drejtuese politike të njësisë Zonja Kodheli, Mimi Kodheli, po e kisha në intervistur, për cilën po punojmë së bashku për të arritur një rezultat historik. Vetëm Mimi Kodheli është aty? Vetëm Mimi Kodheli. Për të arritur një rezultat. Do të ju po punojmë për Mimi Kodheli, pa të tjerët. Për të arritur një rezultat historik që në një sintet ketë dy deputet, dy të ketë përfaqësues, dy deputet Partisë Socialiste. Jo, okay, e kuptoj këtë zoti Hasani, po fjala vjen një emër tjetër, Emonela Felaj që është aty, ose ka të tjerë që s'kan fare zonë, si bëhet? Kanë, edhe ata është përcaktuar formula se si do punojnë, është përcaktuar mënyra se si do punojnë, të deleguarit në një sit të caktuar të Tiranës, do të vazhdojnë të punojnë për të mbledhur votat e tyre. Jo, pyetja ime është, a ka të drejtë fjala vjen
po përmend një emër, nuk e di. Halit Valteri, ju linda dhame, të vi te njësia të punoj. Patjetër që kjo e drejtë është në radhë parë e drejta e qytetarëve për të zgjedhur secilin prej këtyre emrave që janë listë. Jo, si e bëni ju fushatën themu? Që secili nga ne nuk është i kondicionuar për të votuar tek një emër i caktuar, por është i lirë që të zgjedhë një nga 37 emrat shumë të mirë që Partia Socialiste ka në Tiranë. Çike ngatruar dal ka kjo zoti Hasani. Jo, është e qartë, e thjeshtë dhe do japi një rezultat shumë të mirë dhe një rezultat shumë pozitiv. Sa synoni në Tiranë? Synimet janë qarta, unë them që është mundësia shumë e mirë që ne të marrim 21 deputet. 21 deputet, do nga 18 në vitin 2021, Partia Socialiste të marri +3. Pse jo? Po pse jo? Po mirë, mund dhe 4, 22, bëri 25. Nuk është kungulleshkash, po prandaj thash fillim që krahasoni listat dhe kuptohet qytetarët e kuptojnë shumë qartë se do kungull te kjo pyetje. Pse ju ka vënë Rama në listë mbyllur dhe ministrin Blendi Gonxhe duhet pyesësh dhe Anila Denaj nuk u ka vendosur? Duhet ta pyesësh Ramën. Do të pyesësh Ramën, ëh? Duhet të di Ramën. Po ti je gazetar, mund të jesh shërbëtar në politikë, po je gazetar dhe di se ta japësh përgjigjen. Vi në takime dhe edhe ta bësh të bisedë. Është bërë një analizë e thelluar edhe në Mbledhjen e Kryesisë dhe ka pasur një arsye shumë të qartë që është dhënë për gjithë listën e mbyllur, jo vetëm për mua. Këto i cakton kryeministri, tani këtu s'të besoj unë zot ministri, më shumë respekt. Kryesia dhe ne kemi bërë këtë bisedën, po tani nuk po i hyj këtij tafti paftit që po i hyj unë duke thënë vetëm kaq që tani Rama aty nuk ose u pyet shumë tani. Flasim realisht tani. Mos bëjmë tani sikur jemi mbledhje, jam gabim unë shumë. Po mirë, për çfarë keni kundërshtuar ju zotin kryeministër? Po e kemi këtë bisedën për kundërshtimet që kam unë me kryeministrin. Këtë bisedën e kemi për gjithçka, zoti ish gazetar. Marrëdhënia me kryeministrin dhe me prorin është e tillë që debati dhe mënyrat konstruktive të argumentimit janë pjesë e përditshme e punës së kësaj qeverie dhe rezultatet janë fal këtyre debateve dhe këtyre përpjekjeve konstruktive që të gjithë ministrat. Tani e kuptova pse Edi Rama ka vendosur ministër në krye të diplomacisë. Pyetja për ta mbyllur këtë argument. Ish ministri juaj i parë që keni filluar karrierën tuaj në administratë, Pandeli Majko, do zgjidhet deputet apo jo? Unë do doja që e gjithë kjo listë të përfaqësoj në Kuvendin e Shqipërisë. 37 s'ka shanse aty zot ministër. Unë këtë po them që unë do doja që të gjithë ta njerëz të përfaqësoheshin, aty ka shumë kolegë, miq, njerëz me të cilët unë kam punuar nga afër gjatë gjithë Jo, Pandeli Majko, lëre këta nga afër. Po më afër Pandeli Majko, do zgjidhet ministër apo jo? Do zgjidhet deputet apo jo? Ftoje zotin Majko që do të tregoj dhe skemën se si po punon, edhe vërtet shpresoj që zoti Majko, zonja Xhaçka, zonja Kodheli, që kanë qenë ministrat me cilët unë kam punuar nga afër, por kam dhe shumë shok, miq, dashamirë në listë të kenë mundësinë që të jemi së bashku në përfaqësim në Kuvendin e Shqipërisë. Çfarë diplomati e bërë, pu. Lista e Partisë Demokratike. Tani, cili është komenti juaj për kundërshtarët tuaj të drejt për drejt? Lista e mbyllur, se 12 e listës mbyllur, njërë pasaj për listën e hapur. S'kam asnjë koment. No comment? Asnjë koment. Qytetarët i njohin, i dinë, jeta është e bukur, të vazhdojmë përpara. Jeta është e bukur. Okej. Qarku i Tiranës është rezervuar i mafi votave dhe gati 37 është pothuajse një treta. Afërsisht një 35% shponjër. Kush fiton Tiranën, ka fitu zgjedhjet. Ju thatë nga 18, 21. Dhe kjo i bie që Partia Demokratike ngrihet vetëm me 12. Tani sikur se ke përshtypje tjetër. Jo, unë s'kam asnjë përshtypje, se unë jam mas orakullas. Po ne dalim qytet, ne ecim rrugëve, ne takojmë njerëz, ne shikojmë, ne jetojmë. Ne kur them ne, unë e ti dhe shumë tjerët që na shohin. Ne shohim qytetin, ne shohim transformimin, ne shohim mundësitë që ky vend po krijon, ne shohim gjithë alternativat që janë në rrugë, ne shohim se çfarë alternative kemi përpara dhe çfarë mundësish të mira ka ofruar Partia Socialiste për gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë dhe në çdo atyre Tiranës. Okej, tani vim përsëri te ajo e prezantimit tuaj. Unë ju njoh personalisht dhe
shpreh konsideratën për atë që ju përfaqësoni, jeni një politikan modern tashmë, një ministër që unë jam nga ata që u gëzova kur gjoja emrin u emërua ministër, sepse të njohën se kjo s'lidhet me asnjë lloj bindje politike, por me atë që ju përfaqësoni vetë personalisht. Por për gjithë ata që s'u njohin, kush jeni ju? Do të thënë, historia e jetës tuaj deri në këtë moment që ju jeni tashmë me dy akoma politik, se ministër, thashun, ishit e rrallë kjo që zoti Rama bënte një teknicien në krye të Ministrisë së Jashtme. Unë jam një qytetar i zakonshëm i Republikës, një djalë që në tranzicionin e ka kapur 14 vjeç dhe që ka marrë të gjitha shuplakat dhe përkthjeljet e periudhës tranzicionit nga 91 deri në 97 kur jemi njohur për herë të parë bashkë dhe ka filluar. Ju keni lidhur në Tiranë? Unë kam lidhur në Tiranë, por kam lëvizur pak lart e poshtë nëpër Republikë. Kam kaluar një pjesë finis Kukës, në Elbasan, në Vlorë, në Tiranë. Në Kukës? Për çfarë arsye? Janë prindrit kanë qenë mësues, unë kam të madh me origjinë nga Kuksi. Pse babi është me origjinë nga Kuksi? Kuksian babi. Wow. Po sa qëndruat në Kukës? Unë kam bërë një pjesë të 8 vjeçares në Kukës, kam bërë. Do lindur atje dhe? Jo, lindur në Tiranë, po pse ikë? Lindur në Tiranë, pastaj kam kaluar një pjesë të mirë të fëminisë tek Tezja në Elbasan. Kam vazhduar, kam marrë. Ju keni të ajo klasën e parë në Fier. Po pra, këtë mënyrë. Fillova klasën e dytë në Lapse mbarova. Klasën e parë të dytë unë i kam bërë në Elbasan, pastaj kam vazhduar të veçare në Kukës, pastaj kam vazhduar të mesmen në Vlorë, pastaj kam ardhur. Çfarë mesme në Vlorë? Në Lidemin të Vlorës. Dhe pastaj ju jeni diplomuar për sociologji. Sociologji. Dhe kam dhe një diplomë dytë në juridik, siç ka qenë moda atëhershme që bëj një diplomë dytë. E kam vetë këtë gjë, se mbas 90-s ishte kjo moda. Por karriera juaj në administratë ju thatë që filluat në 97 në Ministrinë e Mbrojtjes. Në 97 kam filluar në vitin tek kompania jonë e dashur e Nikol Lesit, që padyshim ka qenë një universitet i tretë, një universitet i dimensioneve më të mëdha se fakultetet që ne kemi bërë, për mënyrën se si kemi punuar, për idealizmin, për raportimin e lajmit, për atë që nuk kishte asnjëherë interesa edhe pagjumësi. Ishte idealist. Edhe pagjumësi për shkak të atyre që ndodhin, por kishte një vrull që shpresoj shumë që ta rishoh në shtypin shqiptar. Dhe edhe në aspekt të marrëdhënie njerëzore, një networku që ne vazhdojmë ta kemi. Është si brand që kush ka punuar te ajo kompania. Tamam brand. Dhe kam po. Të kujtohet në një shkrim, në një lajm, në një intervistë që në karrierën tënde si gazetar sporti të ka mbetur dhe nuk e heqe do kështu e ke krenari. Ka pafund, po nganjëherë e kam vështirë që të ndaj gjitha të përpjekjen nga element caktuar. Ka shkrime të mira, po nuk dua që tani të filloj të futem. Por një intervistë. Kam bërë, për shembull, mbaj mend batutën e parë të Edi Ramës si ministër kulture e kam marrë unë. Cila ishte ajo? Batutën e parë si ministër kulture. Kur ka ardhur në Shqipëri, edhe është bërë ministër kulture, e kam telefonuar në një orë shumë të vonë natës. Ai s'besoj që e mban mend, i kam bërë një telefonat ndoshta 11 natës në shtëpi. Do ka qenë prill 98. Po, kishte ardhur për vdekjen e tij. Për humbjen e tjatit, edhe siç ka qenë absurdi kohës që kishte telefona në shtëpi, nuk kishte celular. I re nga redaksia? Nga redaksia. Nga redaksia. Po? Thash, po e provoj. Një rast telefonit dhe mu përgjigj. Po? I thash, zoti Rama, po, edhe i thash 2 batuta për emrimin e ri, edhe po e tregoj këtë sepse jemi te dritari Rudina Xhungës. Rudina në atë kohë ka pasur, bënte një insert faqen e fundit gazetës Koha Jon. Speciale, po. Bënte një intervistë speciale, kishte feature. E di se aty punonin bashkë. Po, pra po. Po e kujtoj më shumë për shikuesit. Për shikuesit. Dhe disa muaj më vonë i bëri intervistë gjatë Rudina Ramës, po. I tha që kjo është intervista e parë, tha jo, e tha se e kam dhënë atyre, dhe kjo ka qenë batuta që kam pas bërë me Rudinën. Do të thënë ju e morët një intervistë, po thuajse? Jo, ishin më shumë ose prononcim? Prononcim. Ishte prononcim, po e votuat? Po. Dhe cili ishte titulli? Titulli nuk e mbaj mend.
Po në titulli? Nuk janë. Po tani na thoj një gjë tani batuta. Janë gjëra që mbere do vetë hap arkimin. Do të hap arkivet dhe do ta botoj pastaj. Duhen hap arkivet. Jo, nuk të besoj, nuk besoj që ti nuk e ke memorien që nuk kujton titullin. Titullit. Një përcaktim për radh parë për Nikol Lesin, botusin e multimedias koha jonë është shkon Nikola. Ka qenë njeriu që më ka dhënë mundësinë që të ushtroja një profesion që nuk e kisha menduar deri në atë kohë që do ushtroja dhe më ka dhënë rrogën e parë në jetë. E bukur. Pra rrogën e parë në jetë. Ne shumë nga ne student të atyre viteve. Ishte akoma student? Po, kam qenë student vit parë fakultet. Ne hym në jetë edhe fal Nikol Lesit. Ty është një jetë, do me thënë që të kesh të ardhurat, të kesh mundësinë që të mbahesh vetë. E di sa më gëzohem me këtë? Sepse përmendej një gjë që pak ja përmendi. Nikola është Nikola, por të jesh mirënjohës ndaj Nikolës, patjetër. Do të thënë është një gjë. Na ka dhënë gjithë një mundësi që nuk besoj që shumë bashkëkohës tanë do e kishin. E kanë pasur, ka pas dhe njerëz që e kanë pas i liq atë mundësi që ne kemi pasur. Tani një përcaktim për legjendën e Sport Express Fatmir Neri. Fatmir Neri t'i mbaj mend batutën e parë që më ka thënë dhe kjo është një nga gjërat për shembull që e them me detaj dhe e them me krenari sepse më ka ndodhur që kur vajta në shtëpi i madh mbërrit një batutë megjithëse të dy nuk kishin folur njëri tjetrin, s'kishin lidhje. Çfarë tha? Fillova punë dhe mori veç kur unë kisha botu shkrimin e parë në Sport Express, ai ishte jashtë, mos gabohem, duhet këtë qenë në një ndeshje të kombëtares, se ka qenë vitin 97, dhe Shqipëria nuk lejohej të luante në territor të vet dhe ne luanim në Zvicër. Po jo, në Granada të Spanjës. Një pjesë të ndeshjeve, pastaj kaluan në Zvicër, edhe kemi luajtur, mos gabohem, me Irlandën e Veriut. Dhe fituam 1-0 me gol të Altin Haxhit. Nëse s'gabohem. Po. Dhe Fatmir Neri nuk ishte, kur unë shkrueta dhe botova shkrimin e parë, ishte në Zvicër dhe u kthye. Lexoi shkrimin e parë dhe mori veç. Siç bëhet biseda e parë me çdo rishtar. Dhe mbasi më tha ato që kishte për më thënë për shkrimin, më tha kam një porosi, kam një merak, tha që të lutem, tha e kam me shumë seriozitet. Mos prek gjë me dorë, mos merr lek në këtë profesion që do bësh. Ç'ishte kjo? Ti akoma s'kishe filluar. Jo, nuk më lidhej gjëja, se nuk pse duhet merrja lek, po merrja rrogën. Unë isha shumë i lumtur që po merrja një rrogë shumë mirë. Mban rrogat e kohës tonë atë kohë ishin më të mira se rrogat e administratës. Shkova në shtëpi edhe më pyeti i madh, si po kalon, si shkoj? Mirë, nuk është që i tregoja shumë gjëra atij Medi, nuk jam treguar shumë gjëra nga ajo që bëja. Edhe më tha, mirë, tha, po kujdes, tha, mos te puna, tha, mos merr lek. Dhe kjo gjëja mua më prapë çuditi, se ishin dy njerëz që nuk ishin lidhur me njëri tjetrin që më thoshin njëjtën gjë. Po? Kjo është fjalia që mua më ka ngelur në këto gjithë këto vite pune. Mos merr lek. Mos e fut dorën tjetrin në xhep. Dhe ju, zotë ministër, nuk keni marrë lek? Nuk kam marrë lek. Nuk kam asnjë arsye. Unë besoj sepse unë të njoh. Dhe kjo është gjëja që pastaj kam kuptuar çfarë do të thoshte zoti Neri me këtë fjalinë, kishte nga këto historitë që bëheshin promocione, gjëra që unë i kam bërë. Nuk të tundon politika, se okay, sa të njoh unë, do të kështu është, po politika të bën pisë edhe të mos nxi. Kam hyrë në administratë publike në vitin 2001, po shifnim listën e kandidatëve, fal zotit Majko. Kam hyrë në atë kohë bashkë me... Majko ishte ministri i mbrojtjes. Ishte ministri i mbrojtjes. Kam hyrë në atë kohë, mbaj mend me shumë të rinj të reja, me këtë idealizëm, që ne të bënim një Shqipëri, të bënim një administratë, të bënim një shoqëri pa krim, pa korrupsion. Dhe modestisht, nuk them që unë kam qenë artefici i gjithë këtyre gjërave, por modestisht kjo ka qenë jo vetëm leitmotivi personal,
por edhe përpjekja e madhe që kemi bërë me atë pjesë administratës ku kam punuar në mënyrë që korrupsioni të ishte në shënjestër të sulmeve tona për ta shkatruar sa më shumë. Tani do kaloj këtu për ta mbyllur të pjesën e karrierës së sportit. Zoti ministër, më kë jeni tifoz ju se gazetar sporti nuk e ndan dot këtë. Më keni tifoz? Unë jam tifoz i Shqipërisë. Tifoz i Shqipërisë më kujtojnë vitet, flasim gjithmonë për këtë periudhën e viteve 90 kur stadiumet ishin bosh kur luante kombëtarja. Mbusheshin vetëm kur vinte Gjermania lunte në Shqipëri, për arsye evidente. Dhe pastaj jemi të dy dëshmitarë se si stadiumet filluan të mbushen dhe sot jemi aty ku jemi me zjarrin e tifozëve kuqezi. Me kë ekip jeni në kampionatin shqiptar? Në kampionatin shqiptar jam me Tiranën. Me Tiranën. Në familje tek ky rrethi i kushërinjve, djemve të familjes jam në minorancë. Se Arbani me kë është? Me Partizan. Me Partizan? Është dhe kjo gara midis vëllezërve të vegjël që zgjidhen gjithmonë ekipe kundërshtare për. Po në Evropë, në botë, me kë tifoz? Me Juventusin. Me Juventusin. Kam qenë koshient dhe kuptoja pak nga që ndodhte kur Italia fitoi botrorin e 82-shit dhe Franca e platinis fitoi Europianin 84-s. Dhe ky ishte kombinimi Michel Platini i Platinis dhe Juventusit. Pastaj mos harrojmë dhe sa televizion shihej edhe. Tani unë po kaloj këtej, po nuk e lë dot se më ngasmove shumë. A ke parë ndonjëherë në jetën tënde që ke ndjekur dhe si gazetar, po edhe si tifoz, ndonjë futbollist me elegancë Michel Platini? Platinia ka qenë elegant edhe në gjithë manjerat e veta. Jo vetëm në fush, po edhe në atë që ka bërë mbasi ka lënë futbollin. Unë kam një këto momentet e ëndrave të fëminisë e kam realizuar. Ai ka qenë në Tiranë. E ke takuar? Po. E ke intervistuar? Po, e ke intervistuar? Por na e thuaj këtë pra, ti pas ke intervistuar Platinin tani, jo kaq modesto. Se po thras me emër tani, Igli, jo kaq modesto, lutem. Ka qenë në Tiranë në fillim viteve 2000, mos gabohem. Për të parë, po se ka qenë edhe më vonë. Ka qenë dhe si trajner në i Francës në fund viteve 90. E ke intervistuar domethënë? Në fund viteve 80. Po, në fund viteve 80. Fund viteve 80. Po, ka qenë mos gabohem 2002. 2002. E intervistuat? Mos gabohem, nuk e intervistuat. Intervistë e bukur, doli në një gjë, në një çfarë për shqipet la? Po aty ishte ke burokrati, nuk ishte tek edhe më shumë intervista ishte për marrëdhëniet midis UEFA-s edhe FSHF-s të asaj kohe, po. Tani mua më ngasmon shumë midis sportit edhe ministrit për Evropën dhe punët e jashtme. Ka një debat këto ditë për organizimin e kampionatit U21 midis Serbisë U17 apo U21? Midis Serbisë edhe Shqipërisë. Nuk ose ka në interes të jashtëzakonshëm në Shqipëri, por një vend e tillë nuk është i ullët, i rangut ullët, është një nivel i lartë. Por cili është qëndrimi juaj personalisht për një organizim të tillë? Sepse ka reagime pse ta realizoni ne me Serbinë, edhe pse federata ka dhënë një lloj, por një shpjegim që ishte vetëm mundësi që kjo të realizohej, pra Shqipëria të bëjë pjesë e këtij eventi dhe kur është bërë, për gjithë ata që na ndjek, kur është bërë, po themi, ajo pjesa e parë e procedurave, Shqipëria nuk ka kandiduar bashkë me Serbinë, po më pas ka qenë një kondicion i UEFA-s që nëse e doni do ta bëni me Serbinë. Tani, këtë pjesën teknike unë mendoj që Federata jonë e futbollit, zoti Duka, zoti Shulku, duhet ta kenë sqaruar në detaje, duhet ta kenë sqaruar edhe opinionin besoj që është i qartë për pjesën teknike, që është një nga gjërat më të qarta dhe më të mira. Kapacitetet e stadiumeve dhe infrastruktura që vendi ynë ka dhe Serbia ka në një mënyrë ose tjetër nuk i plotësojnë gjitha kriteret dhe duhet që të ketë një kombinim të dy midis të vende. Po ajo që unë dua të them është mënyra se si ne duhet të ikim përtej fantazmave të të shkuarës. Po të shohim
marrëdhëniet midis vendeve tona, flas për rajonin dhe nuk them vetëm midis Shqipërisë dhe Serbisë, po flas për gjitha vendet në rajon. Po të shohim 20 vjet më parë, 30 vjet më parë, 40 vjet më parë, shikojmë se sa ka ndryshuar. Qofse para 30 vjetëve ne nuk uleshim në tavolina, nuk diskutonim, nuk debatonim, por ishim në luftë direkte apo indirekte me entitetet caktuara në rajon. Sot ne jemi në tavolina, diskutojmë integrimin e përbashkët, diskutojmë rrugën e përbashkët që kemi me gjithë të vende në drejt Bashkimit Evropian. Me disa prej vendeve, të cilat në momentet të tyre të caktuara kanë pasur probleme me respektimin e drejtave dhe lirive të shqiptarëve, flas për Maqedoninë e atëhershme, Maqedoninë e Veriut të sotme, ne jemi aleat NATO. Dhe sa mirë që kontaktet midis vendeve fillojnë edhe thellohen. Gjë e më rëndësishme është që të jenë njerëzit ata që ngushtojnë diferencat. Ajo që ka ndodhur në Evropë është gjithmonë një përpjekje e madhe e shuarjes konflikteve dhe tani nuk dua të kaloj mbi re, por Evropa e sotme, Bashkimi i sotëm Evropian i thjeshtësuar në mënyrën e të menduarit është një dëshirë e francezëve dhe gjermanëve për të lënë pas konflikte shekullore dhe për të krijuar një entitet përbashkët, që është ai që ne aspirojmë dhe ne të jemi aty. Mendoj fort që në momentin që midis shqiptarëve dhe serbëve do të ketë jo paqe, po një bashkë ekzistencë të qëndrueshme paqësore në Ballkan, ky rajon vetëm do të zhvillohet. Është në dorën e shqiptarëve dhe të serbëve që shumë nga historitë të shkuarës të jenë thjesht histori dhe ne të shohim përpara. Unë kam dëgjuar shpesh dhe këtu hy edhe tek djes, dhe këtu hy edhe tek kampionati. Tek kampionati i futbollit i këtyre moshave të reja, sepse që këtu fillon edukimi. Që s'kan lidhje me atë që ka ndodhur dikur. Që ne nuk duhet ta harrojmë, që ne e dënojmë, që ne padyshim vazhdojmë të ruhemi që situata të ngjashme me atë që ka ndodhur, me atë genocid që ka ndodhur, të mos kthehen më, ama ne duhet të ecim përpara edhe të shohim një perspektivë e cila është për këta të rinj, është për këta. Ju do jeni në ceremoninë e hapjes në Beograd? Se di. Nuk e di. Këtë nuk e di. Ti je ministër për Evropën dhe Punët Jashtme dhe dikur gazetar sporti mos. Nuk e di. Mund duhet të shkojmë në Beograd në radhë parë për një vizitë të paqe, pastaj duhet të shkoj. A duhet të shkoj? Duhet. Po pse shko? Duhet të shkoj. Ka ndonjë pengesë? Duhet të plotësohen kushtet. Jo, deri më sot ne kemi vizitat, po themi historike, që janë bërë një e zotit Meta, ministri i jashtëm dhe zëvendës kryeministër e para, pastaj e zotit Rama si kryeministër dhe këtu kemi mbetur. Do të 2 vizita ka Shqipëria në Beograd. Ka pasur vizita e Ramës është historike. Po pra, e para e zotit Meta. Është historike për mesazhet. Shumë rëndësishme. Se thanë Beograd që Kosova shtet e tjere. Është rëndësishme të shkosh diku. Po i ministrit të jashtëm vizitë zyrtare nuk kemi. Ka pasur, ka takime. Jo, vizitë zyrtare. Ka takime, ka pasur takime dhe ka pas raporte. Po ka ndonjë indicie që ju do shkoni si ministri i jashtëm? Duhet shkohet kur ka një produkt. Është rëndësishme që të ketë një produkt mirë. Okej, se ndoshta mund të rikthehemi aty, po zoti ministër, ka libeteje si Partia Socialiste në këto zgjedhje është pasaporta e Bashkimit Evropian. Qef do kisha dhe unë kisha pasaportën e BE-s, me thënë drejtën. Do e kesh. Do e kem? Po. Do ta kemi të gjithë, nuk do ta kesh vetëm ti. Unë jam nga ata që nuk e kritikoj asnjë qeveri shqiptare në këtë drejtim, po e kritikoj shumë Bashkimin Evropian për atë që i ka bërë Shqipërisë në këto 35 vjet. Dhe për mua nuk është faj as i Edi Ramës, as i Sali Berishës, as i Fatos Nanës, as i Majkos, as i Metës, as i Meksit, po është faj BE-s. Tani, me gjithë respektin që mund të kem, ky është një qëndrim im, zoti ministër, por borxhin e ka Evropa, ne nuk i kemi ne një borxh Evropës, që sa afrohemi ne, del Macron e thon, pritse ne s'kemi punën tonë, ja si të shtojmë. Pastaj del Bullgaria dhe thotë që Maqedonia, që ne jemi me Maqedoninë, se ç'lidhje kemi në Maqedoninë, një zot e di, ashtu është një punë se ka ca bullgare etj. Tani ata thonë që do jemi. Pse do ta besojmë këtë, zoti ministër? Duhet
ta besosh sepse tani që ne po flasim dhe prej shumë kohësh, jo vetëm tani që ne po flasim, ka një plan konkret të dakordsuar të qeverisë Republikës Shqipërisë me Komisionin Evropian për mënyrën se si Shqipëria do të bëhet antarja e ardhshme e bashkimit. Dhe ky plan konsiston në gjithë përpjekjen që ne po bëjmë për hapjen e kapitujve, grup kapitujve, rekomandimeve, mbylljen e këtyre grup kapituj, rekomandime, dhe kalendari është i qartë. Ky proces teknik negociues përfundon në fund 2027-s. Në fillim të 2028-s ne marrim. Tani ne i kemi të hapura negociatat apo jo? Patjetër. Po çfarë ndodh në 27-ën? Mbyllen. Negociatat teknike. Po negociatat janë hapur. Po del njëri atje thotë jo, se në Gjermania ka sinjale që ne kemi probleme me Shqipëri, Shqipëria ka probleme. Tani mos tym ke falli, mos tym ke kjo pjesa. Jo, ç'është fallu, po vetë, tani flasim kështu tani se. Mos tym ke falli. PS-ja ka kap shampanjën në 2018, no? Mos tym ke falli. Negociatat janë hapur në vitin 2022. Nga 2022 deri në 2024, deri në tetor 2024, u prit që ne të organizonim konferencën e dytë ndërqeveritare që të hapnim grup kapitullin e parë. Në dhjetor hapim grup kapitullin e 6, ne këtë vit do hapim gjithë grup kapitujt, që do të thotë gjithë kapitujt, dhe do të mbyllim negociatën teknike në fund 2027. Kjo është e qartë, e shkruar, e dakordsuar, e mbyllur në gjithë aspektet. Në 2028 ne do të fillojmë negociatën politike. Do të fillojmë të negociojmë me të gjithë vendet anëtare, parlamentet, qeveritë, parlamentet. Sigur del dikush aty dhe thotë jo. Sepse kështu ka bërë BE-ja. Të mbyllim negociatën teknike. Ajo që ndodhi në këtë periudhën e pauzës që ne patëm nga 2022 kur organizua konferenca e parë ndërqeveritare deri në tetor të 2024-s kur organizua konferenca e dytë ndërqeveritare që hapi kapitullin e parë, ishte që ne vazhduam të plotësojmë kushtet, rekomandimet, me reforma, me punë, me gjitha përpjekjet që ne bëjmë. Unë dua të nxjerr këtë të zëvendës komisioneres Kaja Kallas, zëvendës presidentës Kaja Kallas, tani kjo që ka qenë kryeministre e Sonis, dhe ka dhe ca se dhe marrin kështu del një huaj aty dhe ç'a është ajo, që ka dhe ca probleme që e kanë nxjerrë media, bashorti i saj që bëte biznes me Rusinë etj. Tani vjen këtu. Po jo, kështu tani unë jam gazetar, nuk jam diplomat. Dhe vjen këtu tani dhe i vë se nuk ishte aq e qartë ajo, duhet në atë që tha që Shqipëria ka bërë përparime, bravo i qoftë, duhet rokitje, dhe nëse ju bëni këto, rruga është e mbarë. Ajo nuk tha, siç thoni ju, që 27-ën mbyllet dhe 29 vjen antar, nuk e tha këtë. Ta ka thënë komisionera për zgjerimin, Marta Kos, pak javë më parë. Dhe ta thonë të gjithë nga Brukseli e deri në gjithë kapilarët e administratës europiane. Më zoti ministër, se unë nga që do të pretendoj që e njoh shumë mirë këtë, po tani një s'kam gjë kështu, po një nga Estonia që t'ia tregoj Shqipërisë që kjo është kështu, me thënë drejtë mua më kërcet shumë, nuk e besoj fare. Unë dua që t'jem jo thjesht edhe për vetëm, se ne kemi fëmijë dhe fëmijët lëvizin, studiojnë, bëjnë dhe ajo është e artë, nuk është pasaportë BE-s, por në atë që e ka bërë aq të gjatë këtë rrugtim sa populli shqiptar është mërzitur. Euroskepticizmi është një sport që u takon europianëve, ne jemi eurooptimistë. Ne jemi një popull që e kemi ëndruar që të jemi qytetarë të Bashkimit Evropian. Neve kemi humbur shumë momente të rëndësishme për të qenë pjesë e familjes europiane për arsye historike, për të cilat ti dashur Roland e shpreh pasionin duke shkruar libra. Falenderoj. Dhe edhe unë, si dhe ti, e kemi pasur gjithmonë të frustrimin e udhëtarit të pamundur për të lëvizur lirshëm në familjen europiane. Ne të dyve na kujtohet kur ndoshta vetëm Turqi hyej me një vizë në kufi. Po. Në mesin e viteve 90. I vetmi vend që ne mund të hynim me vizë kufi. Po, pastaj Turqia, pastaj filloi Maqedonia,
Po dhe ty në Maqedoni, po të hyjë nga Kosova, të bëje vështirë dhe të ndiqni ca makina e më radh. Dhe ja ku jemi sot, që ne hymë pa vizë apo me vizë kufin 126 vendet botës. 126 vende jemi pa vizë. Dhe po tentojmë që ta shtojmë të numër, ja ku jemi me sot. Me këtë tjetër? Unë po bëj një përpjekje që ka të bëjë me vendet e Afrikës edhe të Azisë Lindore. Mund të ta shpjegoj dhe arsyeën pse. Okej, të Afrikës më duket të interes, por në Azia, si? Sepse Shqipëria po përjeton, ka disa vite që po përjeton një boom të madh në turizëm. Mund të flasim me orë. Jo, kjo është interesant, po nuk është mbledhur. Qytetarët shqiptarë kanë rritur shumë dëshirën për të lëvizur sa më lirshëm kudo që të jetë mundur, edhe kjo është arsyeja që jo, pse në Azi, e kemi fjalë dhe me Kinën? Ne me Kinën kemi regjim. Jo, mos gaboj. Azia e Lindore që është. Jo, mos gaboj me pasaportë shërbimi është pa vizë. Targeti është Azia e Lindore, Tajlanda, pjesa Indonezia, Vietnami, Malezia, që janë destinacione interesante turistike. Shumë interesante. Afrika subsahariane është gjithashtu një target. Ka interes? Ka shumë interes nga shqiptarët, edhe Amerika Latine dhe Karajibet. Shqiptarët kanë dëshirë të udhtojnë, të eksplorojnë, të shpenzojnë ato para. Nuk se jemi popull nomad. Jo, jemi popull që i gëzojmë ato të mira që kemi. Edhe kthehemi prapë. Zoti ministër, vjen dhe një çështje që është për të diskutuar. Si janë marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe habia ime është që duke qenë se pretendoj që e njoh këtë, si ka mundësi që Shtetet Bashkuara të Amerikës po bën gati 2 vjet që nuk kanë ambasador në Tiranë? Marrëdhëniet janë të shkëlqyera. Ne jemi një nga aleatët kryesorë të Shtetet Bashkuara në jo vetëm rajon, por edhe në NATO. Jemi një nga aleatët më të besuar për sa i përket konfigurimit të atyre vendeve që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe kjo marrëdhënie vetëm sa forcohet, është pjesë e një angazhimi të përditshëm, një angazhimi që nuk është i dukshëm, është pjesë e një angazhimi që përfshin Ministrinë e Punëve të Jashtme, por dhe gjithë establishmentin, sidomos të... A ka ndryshuar diçka me ardhjen e zotit Trump? Absolutisht, jo. Nuk ka ndryshuar asgjë në qëndrimin e Amerikës në nesh? Absolutisht, jo, vetëm janë forcuar dhe më shumë... Po pse nuk ka ambasador? Dhe më shumë, janë forcuar dhe më shumë urat e bashkëpunimit, në mënyrë që edhe mungesa fizike dhe simbolike e ambasadorit... Jo, se është kaq, nuk mund të kalohet kaq thjesht. Mungesa fizike dhe simbolike e ambasadorit nuk është ndjerë në gjithë periudhën. Jo, është ndjerë se kur ishte zënja Kim, këtu, në mandatin e saj, për çdo gjë që ndodhte në politikë, kishim një prononcim nga ambasada amerikane, tani ne nuk shikojmë. Ne kemi mbështetjen e ambasadës amerikane në gjithë reformat që bëjmë. Dhe kjo është evidente dhe vazhdon të jetë diçka që është në punë e përditshme dhe ata që merren e ndjejnë pafund të pjesë. Mungesa e fizike dhe simbolike e ambasadorit është për çështje teknike administrative të marrëdhënies mes Departamentit të Shtetit dhe Kongresit. David Koselançik është përjashtuar përfundimisht të jetë ambasador? Kandidatura është futur disa herë në procedurë, ka qenë disa herë në tavolinë, le të shohim si do vazhdojë. Jo, si janë informacionet tuaja, sepse Ilir Kullën kisha para disa një ekspert i diplomacisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, i cili tha që përfundimisht kandidaturat, jo kandidaturat, emërimi i tij është kthyer nga zoti Trump dhe zoti Trump do emërojë dikë tjetër. Për Shqipërinë, ashtu si dhe për Shtetet e Bashkuara, nuk kanë rëndësi emrat. Kanë rëndësi mekanizmat, sistemet, bashkëpunimi që është padyshim në thelb të gjithë marrëdhënies. Janë vite të cilat Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë një shtys kaq të madhe këtij vendi, sa që hajde krahasojmë edhe, nuk e di, edhe mënyrat e teknikës prodhimit gazetave para 30 vjetëve, edhe fal dhe atyre investimeve amerikane, gjëja ka arritur këtu ku ka arritur. Nuk e di sa më i drejt për drejt tani, por a ka ndryshuar politika amerikane ndaj Partisë Demokratike dhe ndaj zotit Berisha? Pyet personazhet fjalë. Jo, ti thot të pyes Trumpin. Jo, pyet Sekretari i Shtetit. Pyet këta që tregojnë Barceleta. Jo, pyet ata. Jo. A ka ndryshuar zoti ministër? Pyet këta që tregojnë Barceleta. Po tani të lutem, ma jepi përgjigje, mos e lër kështu thatkë, sepse gjithë diskutimi sot në politikën shqiptare është qëndrimi i amerikan ndaj zotit Berisha.
A do t'ja heqin non gratën? A është një përpjekje që zoti Berisha të vizitojë Amerikën apo çfarë po ndodh? Kanë hequr në nën grata deri më sot? Asnjë nuk di. Unë nuk di të paktën. Dhe kjo do të thotë që nuk kanë për të hequr? Nuk ndryshon, e kuptova. Me ardhin e zotit Trump president, ka ndryshuar shumë gjëra në Evropë. Pyetje drejt për drejtë, më duhet i bëj këto pyetje se po kështu po flisin si ambasador, nuk po flisin si politikan. Do shkrihet NATO apo jo? Jo. Nuk ka asnjë arsye pse të shkrihet. Po Trump ka vënë kondicione të forta zoti. Patjetër që presidenti Trump ka vënë këto kushte edhe gjatë mandatit tij të parë, ka kërkuar më shumë shpenzime në fushën e mbrojtjes, ka kërkuar rritjen e kontributeve nga gjithë vendet anëtare dhe mua më kujtohet shumë mirë periudha e administratës së parë të presidentit Trump kur kishte disa vende të aleancës, të cilët shpenzonin qoftë edhe 0.3% prodhimit të brendshëm bruto, që kriteri ishte që në atë kohë 2%. Ne tani po Shqipëria? Shqipëria për vitin 2024 ka shpenzuar 2.03%. Domethënë kemi arritur jeni. Jo vetëm e kemi arritur, por ka pasur duhet ishte shumë më i lartë për fakti që prodhimi i brendshëm bruto rritet sepse vendi ka një boom të madh ekonomik, për llogaritjen fillon dhe Ky boom ekonomik është çike diskutueshme, se kush e ndjen këtë boom ekonomik zoti ministër? Ne, unë s'e ndjej për veten time. Me thënë drejtën, s'ndjeni një boom ekonomik. Qofse ju e ndjeni pastaj? Patjetër që e ndjen, se me gjithë të zhvillim që ke, me gjithë to, me gjithë ta turistë, me gjithë ta njerëz që vinë dhe shpenzojnë para, me këtë infrastrukturë që po ndërtohet, me këto shërbime që po ofrohen, me këtë gamë mundësish që krahasoja si i ke pasur para 12 vjetëve, nuk mendoj që je në të njëjtat kushte siç ke qenë. Dhe them se modestisht mes miq e ndjen dhe këtë zhvillimin se ke kaluar në një televizion alternativ me mënyra krejt reja të angazhimit edhe kjo domthon ka bërë që të jem më mirë në ekonomike? Shpresoj që po, se jenë në privat. Nuk mendoj që merr ndonjë rrogë në shtet edhe ta ndjesh të. Jo, në shtet fare, jo nuk punoj shtet, nuk punoj shtet fare. Po mund të negocojmë me Rudinën edhe me Tanin që të ketë një politikë të qartë në rritjen e pagave të stafit. Por negocion, nuk do bëhe keq. Gjë e burr do ishte kjo. Zoti ministër, marrëveshja në fushën e mbrojtjes mes Shqipërisë, Kosovës dhe Serbisë pak ditë më parë solli një reagim të çuditshëm, do thosha, unë të aleancë që se kam kuptuar ishte për qeshur midis Serbisë dhe Hungarisë. A ka mundësi të shpjegosh të aleancën që kam qeshur, se çfarë lidhje ka Hungaria që vetë bëni aleancë me Serbinë? Por e kanë bërë ata, si ku të përgjigje dhe gati si një mikro luftë e ftohtë. Shqipëria, Kroacia dhe Kosova kanë nënshkruar një dokument të fortë partneriteti që do të na ndihmojë të treja vendet tona sovrane për të pasur më shumë ndërveprueshmëri, për të pasur më shumë logjik të përbashkët në trajnime, studime, në investime në fushën e mbrojtjes e me radhë. Pasi të tre vendet tona përbëjnë një konfigurim të rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor, në Evropën Juglindore dhe jemi tre vende sovrane, të cilat kemi shprehur dy antarët NATO-s, dhe i treti me një prezencë më të rëndësishme të NATO-s në territorin në territorin e vet, që kemi shprehur dëshirën tonë sovrane për të bashkëpunuar më fort, më mirë, në mënyrë që ushtrit tona, forcat tona të armatosura të jenë. Jo, deri këtu jemi në rregull. Po këta ju si e pat si ministër? Me buzëqeshje. Do të thonë si ç'bëra edhe unë. Me buzëqeshje. E habitshme. Zoti ministër, sepse ka një gjë që është shumë e rëndësishme që duhet thënë. Këtij rajoni nuk i vjen e keqja, nuk i ardhur kurrë, nuk ka për të ardhur kurrë e keqja as nga Shqipëria, as nga shqiptarët, as nga Kroacia. Po, kjo është shumë e vërtetë. Ne pse i duam kroatët dhe kroatët ne? Nga gjithë vendet e ish Jugosllavisë i duam më shumë, na duan më shumë. Sepse dhe vuajtja në Jugosllavi, në ish Jugosllavi, më e madhe ka qenë vuajtja e shqiptarëve dhe kroatëve. Po edhe bosnjakët kanë vuajtur. Se kemi atë lidhje ne.
unë po flas për gjithë historinë e ish Jugosllavisë. Po pra, për gjithë historikun e ish Jugosllavisë. Edhe në atë ne madje Tito ishte kroat? Ishte pro-serbi jugoslav më i madh. Origjina është një gjë, po. Madje më abizëm s'kam qenë kur kështu dëgjuesi i muzikës jugoslave në atë kohë që në Tiranë ka qenë një lloj mode prit vërtet, po unë se pëlqeja dhe kam bërë disa verifikime për arsye nga më çuditshmet. Flogët i prisje, kur ke qenë Slavç. Jo, nuk i pris, ashtu ishte një punë, po jo, duhet të thosha këtë që disa këngë që në Tiranë dëgjoheshin në atë kohë, më rezultojnë që ishin, që thoshin slave, nuk thuhesh serbe, kështu slave, më rezultojnë që janë gjitha kroate e shumica. Është e vërtet kjo? Të rezulton? Shumica janë kroate. Nuk e kam ndjekur në muzikën. Po jo, unë nuk e ndiqja, por bëra një verifikim, ore, pse ndiqnin këta? Çfarë ishin këto këngë? Ishin serbe? Më rezulton që nuk ishin serbe. Ato ishin kroate shumica. Interesant. Do të thënë ishte një feeling që jam habitur se si disa këngëtar se nuk e kujtoj, po jo, nuk e kujtoj se nuk i ndiqja, që kishin lloj populariteti në Tiranë atë kohë, gjithë ishin kroat. Gjithë rezultojnë kroat. Dhe nuk ishin serb. Asnjë këngë nuk rezulton. Shumë rrallë një këngëtar mund ta pëlqenin që ishte serb, po gjithë ishin kroat. Zoti ministër, ka një kritik për diplomacinë, për ministrinë që drejtoni ju, pse stafi i ambasadës tonë në Washington është shumë i vogël. Ndërkohë, për shembull, Serbia ka një numër shumë të madh. Numrat janë koncept relativ. Ajo që për ne ka rëndësi është produkti. Edhe me stafin e ambasadës shqiptare në Washington kemi produkte të mira, kemi angazhim serioz, edhe ajo që ne marrim në fund ditës është përpjekja e madhe e atyre kolegëve tanë që punojnë atje. Mos harrojmë që ne kemi një marrëdhënie shumë të ngushtë me gjithë administratën amerikane dhe ky staf numrat e vet nuk është që ndryshojnë gjë të madhe. Sa është stafi aty, zoti ministër? Në mos gabohem, bëhet fjalë për ambasadorin, plus 4 diplomat, plus një atashe ushtarak, plus disa oficer kontakti të ministrive të tjera. Fillon 10, afër 10. Mund të jenë, le të themi stafi profesional mund të jetë gati 10 veta, pastaj stafi teknik që nuk ndihmon këtë angazhimin e pjesës tjetër. Por marrëdhënia që ne kemi, marrëdhënia që institucionet shqiptare kanë me administratën amerikane është aq e kapitalizuar sa që tani fillojmë të diskutojmë se duhet të jenë numra. Ajo që ne duam të bëjmë, ne duam të rrisim shërbimet konsullore. Ne duam të rrisim shërbimet konsullore në territorin e Shtetit Bashkuar, duke hapur konsullate përgjithshme. Dhe jemi te kjo pjesa e studimit që ku është e nevojshme, ka një diskutim gjeografik. Sot kemi konsullata? Kemi një konsullat të përgjithshme në New York. A në New York është konsullata? Që është bashkë me misionin e Republikës Shqipërisë në OKB. Po? Por debati është gjeografik apo në numër popullate, sepse ka qytete si Bostoni, që është zëmra e shqiptarëve të Amerikës, ku kemi Konsulderi, Konsulderi kush është në Boston? Të t'japun listën, po duhet vije me këta njerëzit që, por ajo që unë dua është që të ketë zyra konsullore. Zyra konsullore. Pra shërbim konsullor. Kemi pasur traditën, ne kemi pasur vitet 20 madje. Po, duhet ne të ofrojmë shërbime konsullore. Konsulteri kryen një aktivitet tjetër, unë flas për shërbimin konsullor dhe kapilarizimin e shërbimit konsullor. Po ku në Chicago e keni iden? Këtë po them pra që ka dy variante që po flasim për përfaqësim mbulim të mirë gjeografik, pra të mendohet diçka në Kaliforni, të mendohet diçka në Florida, që të kapen cepat e shtetit të Shtetit Bashkuar dhe njerëzit kenë mundësi që të gjejnë vendin më të afërt për ta marrë këtë shërbim konsullor, apo të fokusohemi aty ku janë përqendrimet më të mëdha, në mënyrë që të maksimalizojmë atë pjesën e shërbimit. E njëjta bisedë, një debat ne bëjmë me Kanadan, flas për shërbimin konsullor. Edhe me Kanadan. Ottawa është qendra administrative
e shtetit, ku është ambasada jonë, por Toronto është zemra jo vetëm ekonomike, por edhe ka numrin më të madh të shqiptarëve. Se kemi një numër të konsiderueshëm dhe në Kanada? Se mbas 90-s është. është mërgata e. Ndërsa në Boston bileta dhe është mërgata historike. Dhe targa e Massachusetts është the Spirit of America, se aty është dhe shpirti i Amerikës, jo vetëm shpirti shqiptar. Tani, kam i pyetur për te kësaj diplomat i kalibrit si Faik Konica, kemi ne zoti ministër? Kemi. Fund kemi. Patjetër që kemi. Ta ti kalibri? Patjetër. Ajo piktura kur ishte ministër Besnik Mustafaj në zyre është akoma? E ke te paradhoma ime. E te paradhoma? Hajde, shife. Po ajo tavolina që zoti Pushati gjeti të Ahmet Zogut president, e keni të zyra e mbledhjeve? Hajde bëje një tur. Jemi mirëpritur ta bësh. Jo, unë aty kam qenë shpesh. Jemi mirëpritur të është ministria më e vizituar nga ne. Jemi mirëpritur. Po nuk kam marrë që kur jeni ju. Jemi mirëpritur të bësh një tur të Godinës. Kemi për fat mirë kemi shumë burra dhe gra, dhe gra, cilat janë dhe zonja, cilat janë diplomatë kalibri, cilat janë gra që po bëjnë ndryshimin, po bëjnë diferencën, së bashku me kolegët burra. Kemi përfaqësues të denj të Republikës Shqipërisë në jo vetëm organizata ndërkombëtare, unë numëroj një seri personazhesh, Suela Janina, Ferit Hoxha, Artur Kuko, Albana Dautlari, Adia Sakiqi, Entela Gjika, Anila Bitri, do i kërkojnë ndjes gjithë atyre që keni shumë drejt. Është një korpus dinjitos, serioz, i aftë që të bëjë diferencën, i aftë që të hyjë në korridorin e diplomacisë botërore me kokën lartë, me rezultate të mira, dhe kemi një seri rezultatesh të cilat janë fal atyre njerëzve, fal punës së tyre, kudo ku janë, edhe në gjitha përpjekjet që bëjnë. Kemi një ambasador super dinjitos në Moskë, që punon në kushte të vështira, Gen Specani. Tani vazhdojmë aty, ti luftë. Punon. Ai është atje? Punon. Wow. Si funksionon ambasadori në Moskë? Mbron interesat e Republikës Shqipërisë. Si funksionon ambasadori? Mbron interesat e Republikës Shqipërisë. Sa staf kemi në Moskë, zoti ministër? Staf shumë të vogël, sepse për shkak të rrethanave. Për shkak të rrethanave dhe për shkak të mosdëshirës tyre për të na lënë të ushtrojmë, ne kanë nxjerrë disa herë, edhe ata janë marrëdhënia me Federatën Ruse ka qenë gjithmonë që ata kryejnë aktivitete jo të mira në territorin e Republikës dhe ne reagonim. Çfarë dikur apo tani vazhdojmë? Ne reagonim, jo tani, flas për vitën e parë. Ne reagonim dhe ata hakmerreshin duke hequr non grata, non grata tona ata I kthejnë non grata ata. Kur e kanë marrë vendimin e fundit ata për non grata? Genci Pecani. Është një ambasador që vazhdon punën, dinjitos, mbron interesat e Republikës Shqipërisë atje, mbron ndaj zotit Pecani ka pasur, në vendin nuk ka pasur. Mbron interesat edhe të një vendi antar të NATO-s, edhe po të thosha që është gjithë ky konfigurimi, ky korpus I njerëzve që në vende të caktuara, në momente të caktuara punojnë në maksimum për të bërë të mundur pasurimin e ca realiteteve të reja që ne kemi. Kemi një grup ambasadorësh dhe ambasadorësh në organizata ndërkombëtare. Po në Ukrainë, vazhdon ambasada normal, aty bëhet luftë? Ernal Filo na përfaqëson në Ukrainë. Në Ukrainë. Se pati me shumë dinjitet. Po me shumë vështirësi, në kohë lufte. Flë çdo natë në parkimin e pallatit ku banon. Parkim, Flë në makinë. Në makinë? Wow. Sepse çdo natë ka alarm për sulme. Jam kurioz, sa ka rrogë në ambasadori ju në këtë kohë lufte zot? Është një koleg I cili ka përveç sakrificës profesionale dhe familjare ka dhe një sakrificë fizike të madhe. Po patjetër. Duke ndërhyrë në kushte shumë të vështira. Si atë? Sa vjet ka atje ai? Ernali ka pak që ka shkuar, ka shkuar vitin e kaluar, por ka shkuar në pikërisht në këtë periudhën e luftës.
e luftës. Ç'është ky që shkon ambasador ku lufte, këtë sa rrit ta kuptoj. Po kjo është sakrifica e diplomatëve, e ushtarakëve, e punonjësve të policisë. Sa staf kemi në Ukrainë? Kemi staf edhe aty të vogël. Vogël, Po që po e shtojmë gradualisht. Po shtoni, me që atje luftë ju e shtoni? Patjetër, sepse është një vend cilin ne vlerësojmë që duhet ta mbështesim dhe të krijojmë mundësi më të mira bashkëpunimi. Ta mbështesim, po këtë se kam kuptuar ndonjëherë që Ukraina nuk njeh Kosovën, zoti ministër. Gjërat do vinë gradualisht. Dhe për ta mbyllur për Kosovën, zoti ministër, është Kosova e rrezikuar me këtë që po ndodh në Evropë, në kontinent dhe në botë? Kosova nuk ka për të qenë asnjëherë e rrezikuar për sa kohë që ka mbështetjen e aleatëve më të mëdhenj të saj, atyre vendeve që bën të mundur pavarësinë e Kosovës në vitin 1999, çlirimin e Kosovës dhe pavarësimin e Kosovës në 1999 dhe deklarimin dhe njohjen e pavarësisë në 2008. Do thënë ju e keni fjalën për Marco Rubion, për sekretarin e shtetit. Unë kam fjalën për vendet e NATO-s, unë kam fjalën për Shqipërinë, unë kam fjalën për të gjithë ata që kanë sakrifikuar jetë njerëzore dhe kanë ofruar burime maksimale për ta bërë Kosovën atë shtet që është sot një nga demokracitë më vibrante në kontinent. Jo, okej, po Evropa ka ndryshuar shumë, gati po ndryshon rendi botror, zoti ministër, dhe me përplasjet SBA Evropë Kosova po del gati zbuluar, sepse garanti i Kosovës ka qenë SBA-ja, po SBA-ja nuk i ka marrëdhënien shumë mirë me Evropën në këtë moment. Ky është deduksion. Është rregull 3 që i shumëzuar për 3. Ajo që për Kosovën është e rëndësishme është mbajtja fort e marrëdhënies me Shtetet e Bashkuara, mbajtja fort. Po se si ka mbajtur fort, pra Albin Kurti ka thënë është naiv sekretari i shtetit. Mbajtja fort. Deklarata më e rëndë që është bërë nga një funksionar i lartë shqiptar ndaj një funksionari të lartë amerikan. Mbajtja fort e marrëdhënies së Prishtinës me Bashkimin Evropian, ka një përfaqësues të ri Bashkimi Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd, dhe mbajtja fort e marrëdhënies me Shqipërinë, me shtetin anë. Po se njeri atje tha, po na sulmoj Shqipëria, tha, unë do marr armët, tha, do t'i kthehem shqiptarëve. Kur dëgjon nga këto deklarata, si i pret, zoti ministër? Jo, këto janë pastaj pjesë e humorit folklorik. Nuk e jo, këtu ke drejt. Nëse ju jeni deputet, do uleni në parlamentin shqiptar, keni një gjë ndërmend se ministër, okay, unë e kuptoj, ju e keni të lehtë sepse duke qenë diplomat, e dini dhe e keni parasysh, po si deputet, çfarë synoni të bëni? Reformat. Mbështetjen e këtyre reformave që kanë nisur. Ka një reformë që ka ndryshuar faqen e Shqipërisë, që është reforma e sistemit gjyqësorit. Ne kemi një klasë. Po ajo është bërë. Ajo vazhdon duhet të ruhet, të konsolidohet dhe të kthehet në normalitet. Kjo është gjëja që ne do të vazhdojmë dhe kemi një nga gjërat më të rëndësishme që po përpiqemi ta mbajmë dhe ta. E di si më duhet ndonjëherë që lufta kundër korrupsionit. Jo, reforma drejtësie e justifikon dhe luftën ndaj korrupsionit, po qeveria juaj, maggjoranca, duke ngritur SPAK, pra një nga institucionet e reformës drejtësi, nga një anë është duke sharruar edhe degën Kurrivet, zoti ministër, sepse janë mbi 20 funksionarë të lartë tuaj që janë është qeveria e parë, kjo qeveri e Edi Ramës, që i ka hequr duart nga pushteti gjyqësor. Është qeveria e parë në historinë e Shqipërisë pavarësuar që nuk ndikon për asnjë moment në emrime, çemrime, procese, vendime të gjyqësorit. Dhe kjo është një gjë që ndoshta thuhet sot, po ka për të vlerësuar më shumë nesër. Dhe për ta mbyllur, ju jeni në qarkun e Tiranës. A po ndikon fshata lidhur me faktin që drejtuesi i qarkut të Tiranës, kryetari i bashkisë, është i arrestuar? Drejtuesi i qarkut të Tiranës është Edi Rama. Jo, në këtë fshat. Ishte rivelia. Dhe kemi 2 bashkëdrejtuesi, është Gerda Manastriliu dhe zonja Elisa Spiropali. Po pra, pasi u arrestua që përpara. Po ky është një detaj. Partia Socialiste
qytetarët e Tiranës kanë një marrëveshje të shkruar për të bashkëqeverisur. Edhe kjo marrëveshje do të vazhdojë të jetë prezente edhe mbas zgjedhjeve të 11 majit. Okej, zoti ministër, kemi ardhur në fund të kësaj bisede. Ne kaluam nga politika, nga zgjedhjet edhe për çështje ndërkombëtare. Tani ju jeni ministër dhe nga gjitha gjërat që unë mbaj tashnim më pëlqeu shumë kjo që ne lëvizim pa viza në 126 vende. Shumë janë se tani po, shumë janë. Pa viza. Pa viza dhe me vizë në kufi. Se mund të paraqitesh kufi që... Një lloj kështu që pa vizë që dhe ajo. Po 126 vende, shumë janë këto. Duan llogaritën dhe vendet në Afrikë, mos gaboj. Mos i trajtome kështu me... Po jo, nuk e se kemi në lidhje... Vendet në Afrikë janë vende të zhvilluara, vende që ne duhet i njohim më mirë. Kemi pasur gjithmonë ato tendencën që janë ato vendet poshtë nesh, që s'kemi lidhje, por është shumë e rëndësishme që ne të krijojmë angazhime ta. Mos të harrojmë që shumica e mosnjohjeve të Kosovës është aty. Shumica mos... Pra ne duhet pedalojmë më fort. Se Kenia ishte e fundit. Ne duhet pedalojmë më fort, ne duhet të angazhojmë më fort me ta, ne duhet të krijojmë mundësi bashkëpunimi ekonomik, pse jo? Kemi në kontinentin evropian një vend që ne nuk kemi viza? Jo që nuk kemi, që kemi viza? Rusia. Kemi Britaninë e Madhe dhe Irlandën. Po, sepse për shkak që u largua Britania. Të një regjimi, jo, edhe kur ka qenë pjesë e BE-s, Britania e Madhe ka pasur një regjim tjetër vizash. Po, vetëm ajo, nësa... Britania e Madhe dhe Irlanda. Po, me Rusinë e kemi viza. Me Rusinë merren viza edhe me Bielorusinë ne do kalojmë një regjim tjetër, në një regjim tjetër. Për e qeni vizë? Jo, do t'ja u vëm. A do t'ja vendosim ne? Po pse, çfarë ka ndodhur? Regjimi i Lukashenkos është një regjim represiv diktatorial. E kuptova. Zoti ministër, falenderoj shumë se këto biseda nuk mbarojnë kurrë dhe për më tepër me një teknicien si ju, që jo vetëm i njihni mirë, po keni dhe atë maturinë për t'i parashtruar ashtu si që meritën. Unë e thashë në fillim, ishte me humor, po ka ditur që ka dhënë Edi Rama në krye të Ministrisë për Evropën dhe punëve të jashtme. Unë falenderoj zoti Qafoku, i dashur Landi, miku im, kolegu im i vjetër, të falenderoj për mundësinë. Ne kemi pasur gjithmonë këtë dëshirën për ta bërë këtë angazhimin, edhe më vjen mirë që je një koleg që e njeh diplomacinë, e njeh fushën e shërbimit të jashtëm, je gjithmonë i mirëpritur në ministritë jashtme. Është shumë dëshirë të vi. Sido që ta ketë emrin e ministri për Evropën dhe punët e jashtme, për Evropën, punët e jashtme e tjerë, por angazhimin ton edhe raportin me qytetarët e vlerësoj që e ke pasur gjithmonë drejt për drejt. Të falenderoj shumë dhe të uroj suksese në 11 maj. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni i impresion nga unë Erlan Qafoku, mirupafshim.